Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi natën e sonte me historinë e radhës, një histori që në fakt që në momentin kur kam mbritur në redaksin time më ka befasuar dhe më ka bërë që të mendoj deri ku mund të shkon njeriu. Dhe çfarë mund të bën njeriu për të ndjekur epshet e tij, për të ndjekur kënaqësitë e tij në fakt që sipas tij janë kënaqësi. Historia që do të rrëfej është një histori pak e pabesueshme, por që qëndron të jetë e vërtet. Me thënë, një vajzë ka shkruar të merin në jetën e saj nga babai i cili dëshironte që ta përdhunonte, por nuk ka arritur dot ta përdhunon. Një burrë që ka maltretuar bashkëshorten e tij dhe pas vdekjes së tij, do të thënë pas ndrimit të jetës, gruaja, zonja në fjalë, është bërë shënjestër e thashë themeve, fjalëve të cilat janë folur lart edhe poshtë për të. Letra fillon kështu: ka shtëpi që duken normale nga jashtë, por brenda tyre jeton feri. E jona ishte një prej tyre. Dritaret ishin gjithmonë të mbyllura. Jo nga i ftohti, por nga frika se mos zëri së vërtetës dilte jashtë. Që e vogël e mësova një gjë. Në atë shtëpi nuk flitej, por vetëm durohej. Baba im ishte njeriu që duhej të na mbronte, por në fakt ai u kthye në kërcënimin më të madh të jetës tonë. Nëna ishte grua shumë e re kur u martua, me ëndra të vogla dhe me shpresën se do të kishte një familje. Ajo shpresë u shua shpejt. Grusht të erdhën para fjalëve të mira, pyerjet para përqafimeve dhe frika para dashurisë. E rihte pa arsye, e rihte për xhelozi, për nerva, për dështimet e tij, për jetën që nuk ja doli siç donte. E rihte edhe kur ne ishim aty. Ne fëmijët u ritëm duke e parë dhunën si diçka shumë normale, sepse askush nuk na mësoi ndryshe. Muret e shtëpisë mbanin shenja britmash, por askush nuk trokiste për të pyetur. Nëna ime kur nuk u ankua, jo sepse nuk vuante, por sepse nuk kishte se ku të shkonte. Familja i thoshte: duaje burrin, duro për fëmijët. Lagja thoshte: çiftet zihen. Shoqëria, në fakt, e justifikonte dhunën dhe e linte gruan vetëm. Unë u rita duke e parë në nëntime të tretet çdo ditë nga pak. Ajo nuk qeshte, nuk fliste, jetonte vetëm për ne. Netëve e dëgjoja të qante në heshtje, duke mbajtur jastikun mbi gojë që të mos të na zgjonte. Dhe unë fëmijë ndjesha fajtore që nuk mundesha ta mbroja. Me kalimin e viteve, frika ime mori një formë tjetër. Babai im filloi të sillej në mënyra që më bënin të ndjesha e pasigurt në trupin tim. Shikime që zgjateshin më shumë se duhet. Afërsi që më ngrinte zemrën në fyt. Fjalë që nuk duhej t'i thoshte kur një baba vajzës së tij.
2 herë tentoi të më kalonte një kufi që nuk duheshte të ekzistoj kur mes prindit edhe fëmijës. Unë u bllokova. Trupi më dridhej. Mendja më errësohej. Nuk bërtita. Nuk i tregova askujt. Turpi më mbylli gojen. Frika më paralizoi. Ishte ndjenja më e keqe në botë. Të mos ndihesh e sigurt as në shtëpinë tënde në këtë rast. Nëna ime ndjente se diçka nuk shkonte. Ajo më shikonte ndryshe, më shikonte me një dhimbje që nuk dihej nga vinte. Ajo vetë ishte viktim dhe ishte e pafuqishme. Dhuna na kishte lidhur duar të gjithëve. Vendosa të ik, jo nga shtëpia, por nga një jetë që po më shkatëronte shpirtin. U martova dhe u largova, larg në Zvicër. Ikja ime nuk ishte tradhti ndaj familjes, ishte thjesht një shpëtim. Ishte frymëmarrja e parë pas 5 viteve të mbytjes. Në Zvicër mësova çfarë do të thotë të mos jetosh më, apo të mos jetosh me frikë. Të mos dëgjosh brit manatën, të mos trembesh nga hapat. Por plagët nuk vinin apo nuk iknin me avion. Ato në fakt u thojnë me ty. Ne të vezjojmë ende nga ëndra të këqija. Trauma jeton brenda meje. Babai im vdiq. Me vdekjen e tij mendova se dhuna mbaroi. Por jo. Dhuna la pas një armë tjetër. Paragjykimin. Sot lagja jon nuk e shikon nënën time si grua që mbijetoi, por si grua që nuk duhej të jeton më. E gjykojmë pse dëshiron të buzëqesh, pse dëshiron të vishet bukur, pse dëshiron të jetoj pas vdekjes së burrit që ja shkatërroi rinin. Askush nuk më pyeti se çfarë ka kaluar. Askush nuk pyet se ajo është ende e gjallë. Shoqëria jonë shpesh i mbron hijet e dhunuesve dhe dënon dritën e viktimës. Nëna ime sot nuk kërkon hakmarrje, nuk kërkon mëshirë, ajo kërkon vetëm të jetoj, të marrë frymë lirshëm për herë të parë në jetën e saj. Dhe e meriton këtë më shumë se kushdo. Ky rrëfim është për të thyer heshtjen, për të treguar se dhuna nuk vdes kur vdes dhunuesi. Ajo vazhdon në mendje, në trup, në shpirt. Por gjithashtu, është një rrëfim shprese sepse ne mbijetuam. Unë jam zëri i vajzës që heshti. Nëna ime është zëri i gruas që duroi. Dhe kjo histori është për të gjitha ato gra që sot po gjykohen pse në fakt duan të jetojnë. Kjo është një histori që në shoqërinë tonë shqiptare kemi tabu, nuk është se është e parë që një grua dhunohet apo qoftë një vajzë pretendon që të përdhunohet nga babai I cili e lindi. Unë dua të përcjell një mesazh nga rubrika e historive që pa marrë parasysh kush jemi ne të gjykojmë, kur Zoti e ka dhënë njeriu në univers dhe ai mund të jetojë si të dojë ai. Më thënë, jeta që ne jetojmë është jeta që ne përzjedhim vetë. Dhe në këtë rast zonja mendoj që ka kaluar një traumë të madhe, edhe pse duhet ajo të ndikohet nga rrethi, shoqëria në të cilën jeton dhe të humbën jetën e saj. Unë mendoj që boll me paragjykime, nëse ju keni shtëpi të lumtur, mendoni në fakt që keni shtëpi të lumtur, ndoshta tjetra ka nevojë më shumë për lumturi dhe kështu që mos paragjykoni, po thjesht shihni rrugtimin tuaj.